e parë dhe ka hyrë në parlament nga një forcë e re politike, çfarë akuzash ka? Partia për Drejtësi dhe Integrim, ka qenë fillim, sepse pastaj mbrapa ato bashkuan dy partitë. Atëherë, ka një gjë të veçantë me rastin e zotit Tahiri. Zoti Tahiri ka në të paktën në materialin që kam parë të prokurorisë, thuhet që në vitin 95 është dënuar, është ndaluar ose është proceduar për falsifikim parash. Zoti Tahiri në atë kohë ka qenë me një kamion që vinte nga Sassuolo, barkuar me pllaka për t'i sjellë në Vlorë. Dhe për të mos paguar gjithë kostën e autostradës, gjenin ku kishte mundësi të devijonin. Pra që të mos pagonin çdo autoban, atëherë në një ka ndaluar në një autogrill dhe nga aty siç pretendon ai, nga aty ka hyrë në autoban. Dhe kur e shkon në autoban ka qenë pagesa 10.000 lireta. Në atë kohë që i bie diku tek 6.000 për 7.000 lekë vjet. Dhe ku ka paguar ato, aty personi që e ka marrë i ka thënë që këto janë të falsifikuara. Policia ka qenë afër, është marrë një procedim, është bërë sekuestro, pra një proces verbal, është bërë sekuestro e kartmonedhës dhe ndërkohë ka paguar shumë dhe ka vazhduar. Por këtë thotë nuk ka asnjë lloj penaliteti tjetër. Kurse për rastin e për të cilën ai ishte rasti mirë. Kush që shkruar tani në Facebook duhet veting në Itali tani se na morën qafë gjithë parlamentin. Rasti i dytë është rasti 2004-s kur zoti Tahiri ka qenë në Ravenna të Italisë me një mjet luksoz për kohë me Sloan, Benz Sloan, me targat Vlorës, duke folë celular siç pretendon ai, dhe e ka ndaluar policia bashkiake, se kjo është ose policia urbane, policia bashkiake. Ky thotë që unë jam konfliktuar me ta, thotë sepse më ndaluan për telefonin, kërkuan dokumentat dhe nuk i kanë mbajtur patentën shqiptare, por i kanë mbajtur patentën ndërkombëtare. Dhe jo lejen e qarkullimit ndërkombëtar, por vetëm patentën. Dhe në atë kohë për ekstrakomunitarët thotë ka qenë një job deri 72 euro që duhet ta paguajnë në vend. Nëse nuk e paguaj, kishte penalitete të tjera. Nga ky moment thotë unë kam dorëzuar pra dokumentin, patentën, dhe kam vazhduar të punë. Dhe nuk kam ditur gjë që jam dënuar. Çka ka ndodhur tani? Në fakt vendimi për zotin Tahiri mban datën pra është në vitin 2009. Por thotë, dënimi është me 9 muaj burg. Por vendimi 9 muaj burg. Pse? Por dënimi për dokument falsifikuar. Por thotë, për dokument falsifikuar. Për patentën. Për patentën. Dhe vendimi pra është në 2009. Se ka marrë ke 2000 fjesa. Po është në 2009, por ka një gjë interesante, është i pa ekzekutueshëm. Pra i pa zbatueshëm, sepse kjo vepër penale, për të cilën akuzohej zoti Tahiri, është amnistuar në vitin 2006. Pra gjykata e ka dhënë dhe e ka thënë është i pa ekzekutueshëm. Në 2009 tani mos i ngatroj. Është një element tjetër, po pak a shumë këtë amnisti. Dhe e ka kapur ky, domethënë 2006, 2009 është dënuar. Ky vendim e ka shpëtuar pra. Po. Dhe për këtë thotë unë nuk jam vendimi, sepse vendimi në fakt është dhënë në mungesë dhe është dhënë me një avokat kryesisht, pra një avokat që e ka caktuar që e ka caktuar vetë shteti. Shteti italian, pra vendimi është në mungesë dhe gjatë kësaj kohe, gjëja që unë prandaj po them jam më ka interesuar është që zoti Tahiri ka vazhduar të shkojë në Itali. Unë kontrollova në sistem, në Teams nga informacioni që mora dhe më rezulton për herë të fundit ka qenë në 9 nëntor, ka dalë nga Shqipëria, ka shkuar në Fiumicino në Rom. Dhe pastaj është kthyer në datën 11 nëntor. Pra, ai thotë që gjatë gjithë kësaj kohe kanë qenë çdo një muaj, çdo 2 muaj. Dhe nuk është se kanë patur, po të kishte një dënim në adresë autoritetit italian. Do ishte reflektuar. Do më kishin dënuar. Dhe po ashtu ka edhe të njëjtin në pretendim sepse goditja ndaj tij pretendohet që është bërë politikisht për shkak të qëndrimeve që ka mbajtur në qytetin e Vlorës, pak a shumë atë që tha dhe zoti Selami. Por zoti Tahiri ka ngul në një gjë, që unë thotë jam për një edhe quajti për një budallik, thotë, për herë e parë për 10.000 lireta, që kushtonin duku të 6.000-7.000 lekë vjetra, dhe herën e dytë për një patent që unë vërtet nuk e kam marrë vesh aty, thotë që do penalizosha, ja kam lënë patent len e patentën. Se shkthyer më ta marrë. Ai ka patur 2 patenta aty. Patentën e ndërkombëtare dhe shqiptare, njëra nga këto ka patur këtë problem. Tjetra ishte rregull. Po një ka lënë, nuk i ka lënë të dyja. Dhe ka lënë ato të parekut. Nuk dhe thotë që kjo gjë tani, ky sulm tani do bëhet politikisht tani. Po mirë. Tani, gjëja që është interesante në këtë histori. Megjithëse më sa kam mësuar ai ka ngarkuar avokat në Itali që po e ndjek çështjen. Është fakti që një vendim, pra, një ndalim nga policia bashkiake
në 2004, vendimi jepet në 2009, dhe pastaj gjendet të klauzola që amnistohet sepse e kap amnistia e 2006-ës, ka një gjë që nuk shkon në këtë histori dhe bën historinë, domethënë, të pabesueshme. Por tek pjesa që përmenda qysh në fillim të emisionit, thashë prokuroria ka punuar me mend këtë radhë, ka gjetur 3 përfaqësues nga 3 forcat, pra 3 përfaqësues të rëndësishëm të votuar nga qytetarët, siç janë 2 deputetë dhe 1 kryetarbashki, 3 partitë kryesore politike, dhe gjë tjetër që dua ta shtoj që të mos harroj është atë shifrën që ka dhënë Berisha, janë